Gjitha falenderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, ata e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka uzon Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu, nuk ka askush që uzon posti. Salatet dhe salavatet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë ata të cilët mundohen që ta pasojnë sunetin e tij deri ditën e gjykimit. Lusim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre të cilët e pasojnë këtë sunet. Me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala, sot do të flasim se si besimtari duhet të ketë kujdes për përfundimin e tij. Sepse në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha innamal a'malu bil khawatim. Tha me të vërtetë veprat do të shpërblehen sipas përfundimit. Prandaj besimtari përgatitet për këtë përfundim. Prandaj besimtari në këto ditë të mëdha dhe natë të mëdha nuk ka diçka tjetër përveç se përgatitje për përfundimin e tij. Sepse arritja e natës Kadrit, arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala nuk është ndryshe vetëse që ti ta kërkosh përfundimin e mirë, ta kërkosh përfundimin me fjalën la ilaha illa Allah. Kjo është qëllimi i gjithë jetës së besimtarit në këtë dunja. Allahu azza wa jall në ajetin cilin e leju, thot o ju që i keni besuar Allahut azza wa jall, thirrje për besimtarët. Friksojuni Allahut ashtu siç e meriton Allahu që ju t'i friksoheni atij. Dhe mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë prej muslimanëve, sepse njeriu në këtë jetë nuk e mendon vdekjen ndryshe vetëse vdekjet të Islamit. Vetëse në vdekje duke qenë Allah subhanahu wa ta'ala i kënaqur. Vetëse në vdekje ku Allah subhanahu wa ta'ala do ta pranon robën e tij me një pritje ashtu siç i takon atij. Andaj besimtari nuk duhet që ta mashtron diçka prej dunjas, apo në fundin e tij ta mashtron shejtani la'natullahi alayh dhe të vdes me një vdekje të keqe, Allahu na ruaj. Përderisa shejtani po e pret momentin, deri në momentin e vdekjes ty të mos lën rahat, si po rahatohesh ti, si po je i sigurt që do të shpëtosh. Andaj edhe ne duhet jemi prej atyre të cilët nuk rrim rahat. Edhe ne duhet jemi prej atyre të cilët nuk bëhemi rahat derisa ta takojmë Allahun azza wa jall me njësimin e tij. Derisa ta takojmë Allahun azza wa jall duke qenë prej muslimanëve, duke qenë prej besimtarëve. Kjo është më ajo me cilën është finalja dhe qëllimi i besimtarit. Andaj këtë ajet cilën e lexuam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kujtonte sahabëve të tij, u kujtonte shokëve të tij në këshilla, dhe në hutbe, dhe në çdo fjalim u kujtonte këtë ajet, që vdekja të mos i zente vetëse duke qenë musliman. A e dini kujt në vllazni? Atyre me cilët Allah subhanahu wa ta'ala tha Allah është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allah subhanahu. Prej sahabëve do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u jepte si këshill. Dhe fillonte derset me këtë. E çfarë është puna me neve? Që ne nuk e dim se si do të jetë përfundimi jon, edhe pse po bëjmë pak vepra të mira. Kurse sahabët banin punë të mira shumë dhe u friksonin se si do të dilnin para Allahut azza wa jall. U friksonin në atë moment vdekjes, a do të shpëtonin apo jo. Kjo ishte sinqeriteti i cilin ata e mbollën në zemrën e tyre. Pastaj transmetohet një hadith ku na tregon për këtë temë më së miri se si është çështja e përfundimit. Transmetohet se një burr ishte ndër muslimanët më të dobishëm për ta. Ishte ndër luftarët më të fortë ndër ta. Dhe në një betejë që luftoi bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush dëshiron që ta shikon një njeri prej banorëve të xhehenemit, tha le ta shikon këtë person. Subhanallahu, çuditën. Një njeri i cili po na ndihmon luftën ndaj Allahut azza wa jall, po na ndihmon muslimanët, po i u lehtëson njerëzve çështjet, më kanë prej banorëve të xhehenemit, si ka mundsi. Atëherë njëri prej burrave u qu dhe shkoi e ndjekte këtë person. E shikonte se çfarë bën. Dhe në njërin prej luftave, siç transmetohet se ai thot hyri tek mushrikët dhe vazhdoi të luftonte me ta.
Mirë po u plagos rënd. Dhe mas ju plagos rënd, thot nuk bani sabër. Edhe thot e mori shpatën e vet, e ktheu katehu, thot edhe ra me ta me gjoksin e vet mbi shpatë. E myti veten. Nuk bani sabër ndaj sprovës cila erdh prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky person vjen me vrap tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Ashhadu annaka Muhammadun Rasulullah." Thot dëshmoj se ti je pejgamberi i Allahut. Thot çka të bani ty me bon këta? Çka të shtyni thot? Thot mu mbani thot ta thon këta për shkak se ti thove për filanin se kush dëshiron me pa një njeri prej banorëve të xhehenemit le ta shikon atë person. Thot dhe kur e pash u çudita kur thove. Për shkak se na e njihni për njëri të mirë, e njihni për cilësi të mira kështu me radhë, kurse ti na thove prej banorëve të xhehenemit. Dhe shikova dhe e pashte ai e mori shpatën dhe siç është ngjarja dhe bëri vetvrasje thot. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Vërtet ndodh që robi ta bën veprën e banorëve të zjarrit, mirë po ai bëhet prej banorëve të xhenetit. Dhe ndodh që robi të bëj veprat banorëve të xhenetit dhe përfundon prej banorëve të xhehenemit, Allahu na ruaj." Pastaj është hadithi innamal a'malu binniyat, në fund të kësaj se vetë vërtet veprat shpërblehen sipas përfundimit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalën e tij sipas asaj që duket për njerëzit, ka pasur për qëllim se në jashtë ky veprim që ai ka bëu ky person është duke mirë, është duke lavdruar me kështu me radhë. Mirë, por në realitet është ndryshe thot, sepse mund të ketë pasur në zemrën e tij diçka prej rias, prej syfacijes. Dhe ja ka shkatërruar këtë punë të mira. Dhe mund të ketë pas qëllime të tjera të fshehta që ne nuk e kena ditë. Dhe njeriu i tillë në kësi raste përfundon në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj. Pastaj mund të ndodhë që njeriu të bën vepra siç e përmendëm të banorëve të xhenetit. Dhe vazhdon me këta vepra. Mirë, po Allahu nuk ja mëson që fundin e tij ta ketë prej banorëve të xhenetit. Dhe vazhdon personi që të ketë vepra prej banorëve të xhehenemit. Mirë, po Allahu azza wa jalla ja mëson në fund që t'ja pranon imanin e tij, që t'ja pranon islamin e tij, që t'ja pranon pendimin e tij dhe të bëhet prej banorëve të xhenetit. Andaj mësimet prej këtij hadithi kanë ardhur që njeriu duhet mos mashtrohet prej veprave të tij, për shkak se në to nuk ka siguri. Edhe frika se a mund të qëndroj në të apo jo. Kurse tjetra është se Allahu azza wa jall i di zemrat e tona, i din edhe të fshehtat. Prandaj besimtari duhet këtë kujdes se ta takon Allahun azza wa jall me zemra të pastërta dhe mos bën asnjë vepër e qëllimi për ta të jenë njerëzit. Sepse si u livdove tek njerëzit, si nuk u livdove, ke me dal para Allahut azza wa jall. Prandaj neve duhet na bëjnë këto ngjarje që ne të reflektojmë dhe kthimi jon duhet të jetë kthim për tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor thot: "Innal ladhina hum fi khashyatin rabbihim mushfiqun." Thot vërtet ata që nga frika ndaj Allahu subhanahu wa taala janë dridhur, janë të friksuar. Kur përmenden fjalët e Allahut, janë të friksuar. Kur e kujtojnë ahiretin, janë të friksuar, sepse e dinë se çështja është shumë më e madhe se sa që njerëzit e mendojnë. Andaj, edhe pse ata bëjnë mirësi, kanë iman edhe kryjnë vepra të mira. Prapse thot e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala dhe kanë frikë nga dënimi dhe sprova kur do t'ju vijë besimtarëve në momentet e fundit të kësaj jetës. Edhe siç kanë thënë disa të urtse, besimtarin i bashkon dy gjëra besimtari. E bashkon puna e mirë edhe frika ndaj Allahut azza wa jall. Kurse munafiku e ka të kundërtën. Ai bën mëkate edhe ka shpresë tek Allahu azza wa jall. Kështu është çështja e munafikut. Kurse besimtari edhe pse bën punë të mira, apet i friksohet Allahut azza wa jall. Thot mos ndoshta nuk më ka pranuar kjo vepër. Mos ndoshta nuk jam duke kënaqur Allahun. Kështu është çështja e besimtarit. Asnjëherë nuk është rahat derisa ta takon Allahun subhanahu wa taala. Ibn Kaimi rahimahullah përmend thot prej kuptimit më të madh dhe urtësisë
urtësisë së thellë fetare, thot, është që njeriu të ketë frikë se mëkatet mund ta mashtrojnë në fundin e jetës së tij, në fundin dhe në momentin e vdekjes, dhe bëhet pengesë për përfundimin e mirë. Prandaj, që e keme përmendur shpesh se besimtari duhet të jetë vazhdimisht duke u penduar tek Allahu Azza wa Jall. Që kur t'i vjen vdekja, të jetë prej atyre i cili është penduar vazhdimisht. Dhe kur robi të pendohet vazhdimisht, shpresojmë tek Allahu që ta takon atë ashtu siç Allahu don. Pastaj Sufjan al-Thauri rahimahullah ka qenë një natë deri në mëngjes dhe i thanë, a është thanë kjo për shkak të mëkateve të cilat i ke bën? Andaj Sufjan al-Thauri mori diçka prej tokës dvol dhe tha, a janë tha mëkatet më të mëdha se kjo? Pastaj tha, unë çaj tha për përfundimin e jetës time, se si do të më vjen fundi. Dhe njëri prej transmetuesve thot, sa herë thot që e takoja Sufjan al-Thaurin, thot e gjeja duke çajt. Thot, dhe i thash një herë çfarë ke? Ai tha, kam frikë se mos në librin do të shkruhem prej atyre të mirëve. Allahu na ruaj. Andaj se lefit të parët tonë, kështu i shikonin gjërat. Se lefit të parët tonë i madhronin gjërat e ahiretit dhe i zvoglonin gjërat e dunjas. Kurse tek ne fatkeqësisht sot Allahu na ruaj, jena duke i madhru gjërat e dunjas dhe jena duke i nënvlerësu gjërat e ahiretit. Do ta tregojmë për në fund një ngjarje e cila është një ngjarje që na tregon se Allahu edhe kujna ja don të mirën edhe jep përfundim të mirë. Tregon një shejх dhe thot se isha në një varrim, thot dhe kishte vdekur dikush prej të afërmve. Thot dhe shkova dhe pasi që kryet ceremonia e varrimit, thot e mbajta një këshill dhe i këshillova njerëzit. Këshill që njerëzit kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pas që e përfundova, thot vjen një djalë, thot nuk e kishte mbush 20-at. Vjen një djalë, thot edhe më shtrëngon. Më kap shumë dhe fillon duke çajt me dënes, thot. U largova pak prej njerëzve dhe thot e shikoj dhe i them, çka po të bën me çajt? Dhe ai më thot, o hoq, thot, jam thellu në errësirën e mëkateve. Thot nxirr nga kjo errësirë. Atëherë kishehu i thot, hajde thot në namazin e sabahut. Dhe kur vjen namazi i sabahut, hoxha nuk peshet që ka në xhami. Dhe e lën, kur vjen koha e namazit drekës, vjen një grua. Dhe i thot, o shejh, thot a je ti filoni? Thot po. Thot ka pe din ti për mu? Thot djali jam, thot më ka tregu për ty. Thot kush është djali jot? Thot djali jam, thot dje ka ardhur duke çajt të shtëpia. Thot sepse ti e kishe mbajt një këshill tek varrezat dhe i kishe bër përshtypje dhe i kishe bër dobi dhe ai ka ardhur duke çajt tek shtëpia. Thot edhe ka hi dhe u pastru djali. Dhe ka fal namazin e jacis. Edhe më ka thonë, oj non, më thirr për namaz sabat sepse kum lënë takim me hoxhën. Kam lënë takim me hoxhën, thot, për mu taku. Thot, ra me flet, thot, edhe nuk u qu ma, thot. Kjo është vllaznia jo me cilën robi nuk e din se ku e fiton xhenetin. Andaj Allah ja mësoi që veç një namaz ta fal. Dhe Allah ta pranon në këtë gjendje. E kjo është vdekja e mirë, vllazni. Kjo është vdekja e mirë në cilën secili prej nesh duhet shpresojmë tek Allah azza wa jall. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.